Posta e Kosovës, pra është postë publike, ka ligjin për shërbime postare, po ofron edhe shërbime lëvizore, por ofron edhe shërbime komerciale. Pra, kur isha unë ky shef ekzekutiv, kemi pas lancuar edhe shërbimet për shitjen online. Çka i bie për shitjen online brenda Kosovës dhe shitjen online që vinë tazojmë me bashkëpunim me e-commerce-in, pra shitjet e-commerce, kemi pas marrëveshje me Turqinë, ku mundën konsumatorët apo qytetarët të porosisin në brende të ndryshme që të vinë përmes postës. Por si ndodh procesi? Procesi është kur e porosit në të tazojmë një produkt përmes postës Kosovës, ai produkt domthonë blehet për juve, por këmbehet me postën shqiptare. Kemi pas atëherë bashkëpunim nuk e dia ekziston tash dhe bëhet këmbimi në kufi. Mund bëhet edhe me Malinezi, mund bëhet edhe me Maqedoninë. Por me Serbinë nuk kemi pas bashkëpunim, sepse s'kemi pas raporte ndërkombëtare në atë kohë, nuk e di tash akoma. Por fenomeni i shitjeve online, pra mënyra tjera, është një dukuri e cila është tërësisht ilegale, sepse ato shitjet online, qoftë Facebook, qoftë në Instagram, sipas meje, edhe kemi pas kërkuar në atë kohë nga Ministria e Tregtisë që të dërgoj inspektoratin dhe të mbyllë, sepse ato nuk kanë as biznes të regjistruar, nuk janë të sigurta, sidomos nuk janë të sigurta as produktet cilat i blen qytetarët e Kosovës, është një rrezik shumë i madh që mund edhe të helmonitazojnë me produkte cilat mund të jenë të toksifikuara apo të helmuese, sidomos për lodrat e fëmijëve, është një shqetësim shumë i madh. Megjithatë, dërgesat që vinë postën e Kosovës dhe nuk vinë kur t'i marrin konsumatorët, ato regjistrohen, jesin e depo dhe posta Kosovës nuk ka të drejtë as të shes, mirë por nëse janë material që mund të krijojnë rrezikshmëri apo të prishën, po zakonisht në postë Kosovës nuk mund të porositet diçka që hahet apo pyet pra ushqimore, por ka mundësi që edhe mas një periudhe të gjatë kohore, mbi 5 vite ta zojmë të azhësohen. Absolutisht, shitja e tyre nga ana postës Kosovës për produktet apo porosit që i kanë bërë konsumatorët apo klientët e postës Kosovës, nëse nuk vinë t'i morën asnjëherë, aty posta Kosovës nuk guxon të shes asnjëherë dhe të përfitojnë nga ato sepse ato janë tërësisht personale. Mundet po thënë pas një periudhe 5 vjeçare, kur sigurohesh që ma kur nuk do të vijë, nuk do të paraqitet dikush, kur përfundojnë edhe afatet ligjore për reklamacion, atëherë posta Kosovës mund edhe të bëjë përmes një komisioni azhësimin e tyre. Procedura e reklamacionit është për shembull kur një klient nuk është i kënaqur me shërbimin postar, qoftë në shpejtësi, qoftë në saktësi, qoftë në pranim dhe qoftë në humbje të porosisë që e ka bërë, produktit që e ka bërë. Por këto janë aklamacionet janë të përcaktuara me ligjin për shërbimin postar me udhëzimet administrative dhe Posta Kosovës e ka departamentin për trajtimin e gjitha angesave të klientëve. Tash është edhe gjurmimi apo track and trace, pra që pala mund ta gjurmoj të zojnë nga Austria, nga Gjermania, nga Australia, produkte një vetë se deri ku i ka shku dhe a ka mbrin e piken ose në qendrën tranzite postare në fushë Kosovë dhe pastaj është shpërndarë te posta 6, e cila është shpërndarë edhe në për